sot janë shtuar ndjeshëm sëmundjet kardiake tek pacientët të grup moshave të ndryshme, por po ashtu janë perfeksionuar metodat e diagnostikimit dhe trajtimit në kohë. Do të ndalemi në një bisedë shumë të këndshme me doktor Aurel Demiraj, që është kardiolog intervencionist. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up. Ekipi, mirëmëngjes, realisht kënaqësi të jemi këtu. Është kënaqësi që t'ju kemi këtu. Duhet them që ju vini nga Spitali Katolik Zoja e Këshillit Mirë, doktor Aurel, dhe duam të flasim pak për sëmundjet koronare, ato që ju trajtoni vazhdimisht në profesionin tuaj të përditshëm, por çfarë është me fjalë të thjeshta një sëmundje koronare dhe si trajtohet ajo? Sëmundja kardiovaskulare. Besoj jeni mësuar me atë monotonin, sëmundja kardiovaskulare shkaktuar nga cigaria, duhani, etj. Le ta bëjmë pak më interesante. Çfarë është pak a shumë e dim të gjithë, ateroskleroza, ngushtimi i vetgjakut. Pyetja më interesante do ishte si trajtohet. Realisht si trajtohet. Janë dy standarde. Standardi që e dim, standardi që e themi më pak. Standardi që e dim, pa në mënyrë më popullore të mundshme është pacienti bën një koronarografi, shumë kush ka tendencë quaj koronare, mjeku shikon një ngushtim, stenoz, e zgjeron me një balon, vendos një stent, një unas që ta mbaj hapur. Pra, e shikojmë, e zgjerojmë, unas. Pacienti qetësohet, përmirësohet, del, zhilumtur. Rrjedha e gjakut rregullohet, rifillon, ndjesia e dhimbjes gjoks pa angina paksohet ose ikën etj. Varianti 2 do ishte pak a shumë më komplekse, kaq do ishte pacienti bën koronarografi, koronare, gjithmonë kjo është shprehje që pëlqen kushdo nga pacientët, mjeku shkon ngushtimin, por përpara se ta zgjeroj, bën diçka tjetër, futet brenda enës së gjakut. Imazheria intrakoronare. E shikon ngushtimin, jo thjesht a është. Okej. Por çfarë lloj ngushtimi është? Është pllakë butë, në quhen lipidike, është e fortë, quhen fibrotike, është e çarë, në quhen disekim vaze, është e kalcifikuar dhe në funksion. Po tek baloni, po zgjedh llojin e balonit. Pra, i fortë, i butë, prerës, specialiteti e me radhë. Vendos stentin, por jo thjesht vendos stentin, e matë eksakt. Është kaq, presje kaq milimetra, vendos stentin dhe nuk qëtë të përfundohet procedura. E rishikon. Rifuta dhe thot, është ngjeshur, është mbështetur ky stent në perfekte 100% në fazë me radhë. Nëse po, a jam i bindur që fillimi është okay, fundi është okay, pra imazheria intrakoronare shumë tepër sa koronarografia, shumë tepër sa ta shikosh nga jashtë. Është fakti të futesh brenda dhe të shikosh punën tënde, thosh a është bërë në mënyrë perfekte. Siç duhet. Pa ky është qëllimi i realizimit, siç duhet, praktikisht kush do e bën siç duhet. Patjetër. Po ka finesa të vogla, këto finesa të vogla që ndoshta bëjnë diferencën. Patjetër, fjala finese, ne shpërdorim fjalën finesë, po fjala finesë. Pra po thonim, po flisim për një precizion të lartë, njohje të plotë të problemit dhe zgjidhjen e duhur në varësi të rastit. Zgjidhjen sa më perfekte të jetë mundshëm. Dhe shumë kush më ka bërë këtë pyetje, a ka ndryshim tek pacienti bën me teknikë standard, po e shikoj balon, stent dhe po e them shkuara, apo me imazhe intravaskulare, balon specialiteti, a ka ndryshim, fjala vjen tek vdekshmëria e pacientit. A përfitojmë gjë në vdekshmëri? Po është realisht jo. A përfitojmë ndoshta koha qëndrimi spitalor, qëndron pak pacienti? Po është prapë jo. A ka më pak komplikacione? Eventualisht më pak, po prapë është diku tek joja. Pra, ideja nuk është a përfiton pacienti gjatë këtij qëndrimi të shkurtër në spital. A zgjidhet me mënyra standard, sigurisht që zgjidhet. Pra, në asnjë moment nuk do të them pacientëve që me mënyrën standard nuk zgjidhet problemi. Problemi është në afat gjatë. Dhe problemi nuk është diskutimi, arsye pse nuk është kaq e përhapur, po në sistemin shkencor nuk është zgjidhja e pacientit në atë moment, është ecuria afat gjatë. Ne po bisedojmë përpara, ju thash një shembull të thjeshtë, ndrojmë pjesë makine të marrim një pjesë kështu apo ashtu, të dyja funksionojnë. Vetëm se njëra qëndron, le të themi më shumë. Pra, kam pak ristenoza, ringushtime, kam pak tromboza stenti, që shpesh janë fatale, pikse gjaku brenda stentit. Ka më pak rishtrime spitalore, kam pak vdekshmëri afat gjatë e tjera. Pra, diferenca nuk është në momentin e ndërhyrjes. Diferenca është afat gjatë. Dhe statistikisht, nëse shkojmë me standardet europiane, ka shumë vende që insistojnë për domosdoshmërinë e atyre që quhen relativisht risi, ndoshta i rëndojnë pak monetazhin sistemi shkencor, pa procedurat që janë mbi mesatare në shtrenjta, materiale të reja e tjera, por në afat gjatë përfitimi është realisht statistikisht shumë i madh. Një shumë djem dhe vajza që kanë makina që nëse u duhet të zgjedhin midis një pjese të lirë apo një pjese cilësore,
thonë unë dua më të mirën. Dhe po themi që në një farë mënyrë, Nëse dakord. Kjo do të thoshte I se sot e pjesa që shpesh është ky diskutimi. Përfitimi nuk është pra një pacient mos jo afat shkurtër. E kuptoj. Do të thonë ajo pjesa e lirë e rregullon problemin, por afat gjatë prish. Afat gjatë statistikisht probabiliteti për komplikacione, që shpesh mund të jetë fatkeqësisht fatale për pacientin, është më i lartë nëse nuk përdoren këto teknika. Pra, kush situata realisht në botë ka shtete që e kanë adaptuar me 100%, Japonia. Praktikisht në 70%. Vetëm kështu. Ka shtete, Europa, që janë në rangu 30%, 40% për shkak të kostos. Pra, janë të dyja standardet. Ndërhyjet me protokollet e thjeshta nuk janë të këqija. Është nocioni që detyrimisht tek më komplekse, jo detyrimisht. Nuk janë. Dhe imazhja ndërkohënave nuk është gjithmonë e domosdoshme. Domethënë, ndoshta shtetet si Japonia janë pak me ekses që shkojnë në 100% në çdo procedurë tjera. Konsenti, mendësia pak me kolegët e Europës që le të themi një rast në 2 duhet. Okej, një rast në 2 duhet. Do të kjo 50% pacientëve do ishte rekomandueshme. Do thotë është e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Nuk bëhet kompromis me shëndetin, kështu që unë e kuptoj që logjikës. Nuk bëhet kompromis, unë e kuptoj që e zgjidh problemin, por nuk po flasim për një makinë, po flasim për shëndetin, kështu që më mirë të jemi të përfitojmë nga këto benefitet që kemi edhe të veprojmë specifikisht, siç po na shpjegoje. Pra, do doja të pyesja, ka një grup mosh të caktuar e cila preket nga sëmundja koronare? Përgjigjesh edhe po, edhe jo. Po në sensin është e njëjta grup moshë që ka qenë gjithmonë e prekur nga sëmundja aterosklerotike. Pra, ngushtimet, depozitimet e termopopullore yndyrës tek ne është ateroskleroza. Tek atere koronare, pjesa më e madhe e populacionit një venat e zemrës, janë atere në fakt, nuk është e varur thjesht nga një grup moshë e caktuar. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë shtohet probabiliteti, sa më shumë të ketë abuzime me ato që janë faktor risko, kardiovaskular, konsumimi i duhanit, pacient diabetik, hipertensioni më pak, genetika, ka pjesë të popullatës, historia familjare, jam koti pyesim nëse keni patur e tjera, prejave e tjera, sa më shumë kalon kohë, aq më shumë shtohen depozitimet. Për kuriozitetin tuaj është mos gabojmë 82-shin ka qenë mumja e Ramses i dytë që është bë autopsia, pra një mumje dikush që faraon ka mosh shumë të re, diku 16 vjeç diçka tillë, dhe në aortën e tij në pjesën e trupit kishte aterosklerozë. Vërtet. Që në atë moshë ishte adoleshent pra. Adoleshent praktikisht. Me studime, me shkencë, ateroskleroza fillon diku në moshën 4 vjeç. Një fëmijë 4 vjeç, 5 vjeç fillon ateroskleroza depozitimi në aorta abdominale. Që megjithëse nuk do ta kuptoj për një kohë gjatë, por që fillon. Praktikisht është pjesë e plakjes normale të organizmit, po do ndodh në vite. Është e pashmangshme te secili nga ne, siç janë do të më shaj, siç janë rrudhat. Okej. Detyrimisht. Pse do të shaj? Po sepse është lufta e grave me rrudhat. Okej. Plakja e organizmit është e pashmangshme. Por qëllimi është të mos e shpejtojmë këtë problem. Pra qëllimi është nëse një individ do jetoj mesatare në Shqipëri diku 86 vjet, do jetoj 90-100 vjet, artere koronare të ngushtohen dhe mbyllen në 90-100 vjet. Jo të shpejtohet kjo, dhe duhani e përshpejton tmerrsisht, diabeti e përshpejton, konsumimi pa masë yndyrore e përshpejton, genetika fatkeqësisht ka raste që mund të jenë 30 vjet, 40 vjeç probleme në zemër. Po nuk ka realisht të thosh një grup moshë. Një pyetje praktike për ata që na dëgjojnë në këto momente. Ju tek Spitali Katolik Zoja e Këshillit Mirë e ofroni këtë zgjidhje nga rrisit me imazherin intrakoronare. Është diçka e re që kemi marrë për standard, por e ofrojmë realisht në pacientë që ka një fat përfitimi shkencor. Pra, le të themi një ngushtim i zakonshëm, do të thënë atere koronare që është i qartë, i shkurtër e tjera, nuk ka detyrimisht nevojë për këtë lloj trajtimi, po ka pacientë që stenoza komplekse, ngushtime në shumë vende, kandi, sasi e kalciumit e merat, raste të tilla është e preferueshme. Kjo është pak a shumë ide. Po, cilat janë shenjat specifike që duhet të na drejtojnë te një kontroll? Për shembull, se tani duke qenë se dhe grup mosha nuk ka rëndësi deri diku. Çfarë duhet, cilat janë? Jo, ato shpimet e vogla që kanë gocat e reja, absolutisht jo. Zakonisht në klinika anginoze. Fatkeqësisht le të themi në 30 deri në 40% e rasteve
ato patologji, sëmundje që janë fatale me pasojë infarkti miokardit, janë pa prodroma, pa shenja paraprake. Fatkeqësisht, një pjesë e pacientëve thjesht ndodh, është mbyllje e menjëhershme, mekanizmi çarje pak a shumë ndodh te pjesës brendshme të enës së gjakut, gjaku që është bërë fiziologjikisht normalisht të kaloj vetëm brenda e gjakut në momentin që ka një dëmtim disekim çarje të enës, bien kontakt dhe trombozohen pikset, gjë që mbyll enën e gjakut. Është mekanizmi I infarktit të miokardit. Ka shumë pacientë, gati 40%, 38 që janë pa shenja paraprake. Pra nuk ka një mënyrë si thua ta parandalosh me siguri absolute infarktin e miokardit. Tek ata që bëjnë anginë qëndrueshme, pa që ngushtimet janë progresive, graduale, ndjesia është zakonisht shtrëngim në gjoks, rëndim, djegje, diçka që hapet drejt nofullave, drejt shpatullave, rëndim, marrje fryme, raste të tilla pacientët vinë gjithmonë te mjeku. Pra, pacientët që kanë shenja shpesh vinë në sens jo të keq kot te mjeku, kur kanë shenja vinë gjithmonë tek mjeku. Pra, pacientët nuk e injorojnë ndjesinë e shtrëngimit, djegjes dhe zakonisht grup mosha që kanë patur kohë kanë bërë një ngushtim progresiv. Në vite, pacient 60 vjeçar, 70 vjeçar që ecin, bëjnë 2 hapa dhe është diçka që I rëndon, shtrëngon, kap nofullat, shpatullat që më dhimbje në pelerin, kap krahët të dyja, kyçet, I majti më shumë se I djathi. Këta pacient vinë gjithmonë. Pra, kultura shëndetësore në Shqipëri është okay. Është okay, statistikisht, të dhëna që kemi marrë në vite, shoqata jonë shqiptare kardiologjisë më radh, pacientët vinë tek mjeku. Nuk e injorojnë sëmundjen në pjesën më të madhe, sigurisht ka pacientë. Dhe zemra është fatale, kështu që faktikisht ka më shumë sensibilizim për këto gjërat e vogla që mund shohër si shtrëngimet. Po, fatmirësisht po. Fatkeqësisht çfarë është më pak mungesë sensibilizimi është që sistemi kardiovaskular nuk është vetëm zemra. Pra zemra, si organ, dhimbje gjokse më radh, është aorta, në disekimet e aortës, është aorta abdominale, është pjesa periferike, këmbët, krahët. Është diçka që është po aq fatale sa zemra, artere karotide, që është truri. Truri është gjithashtu. Besoj dini. Pra, gama shumë e gjë se sa thjesht koronarografia. Kardiologjia invazive shumë më tepër se sa pjesa invazive për artere koronare. Ne kemi pjesën strukturale, pjesën pediatrike, pa strukturale janë dëmtimet në gjuhë populli, vrimat në zemër. Ka shumë teknika që I riparojnë pa patur nevojë aktualisht pa ndërhyrje kirurgjikale, është probleme valvulare, stenoza aortës, shtapi, mitralisht mitraklipi, trikospitja me radhë, janë trajtimi hipertensionit, më invazive, trajtimi djegja pak a shumë, radioablacioni renale etj. Pa gama shumë herë më e gjë se sa pjesa koronare. Që lyp edhe një pyetje pastaj, sepse ju e përmendët që kur kanë shenja, kur ndjen shqetësime, rëndime, ngushtime të kësaj natyre, pacientët vinë, edhe afërmëndës vinë. Po një pacient që nuk ndjen asnjë problem, por që ka kaluar një moshë të caktuar dhe duhet bëj kontrolle, thjesht mirëmbajtje po e quajmë, thjesht informacioni. Është kjo kulturë tek ne që të vish pa pasur asnjë shqetësim, thjesht për të ditur që jam mirë? Po, dhe check-upi I famshëm po e quaj në një farë mënyrë. Janë disa detaje, pavarësisht një padyshimi që patin fillim ndaj check-upit, njerëzit probablisht është nga pjesa që ofrohet falas, shkojnë e bëjnë. Ka shumë pacientë që marrin telefon e bëra check-upin. Pra, është diçka që ju jep mundësi. Shqiptarët në parim, në princip, pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar e kanë tendencën të shkojnë drejt mjekut. Nuk e injorojnë sëmundjen, nuk janë në bindjen që I di të gjitha dhe nuk do I besojnë mjekut. I shkojnë pas check-upit. A ka një mënyrë për të parandaluar me siguri një problematikë kardiovaskulare? Përgjigjja është jo. Pra nuk ka një mënyrë që nuk ekziston. Do bëj këtë dhe është e sigurt që nuk do të. Kem asgjë po. Por është pranohen popullon nocionin statistikës që në qoftë se bëj disa ekzaminime dhe shikoj një problem, duke trajtuar këtë problem, duke përmirësuar këtë problem, rritja e yndyrnave, trajtimi diabetit e tjera, ul mundësinë, ul probabilitetin për komplikacione kardiovaskulare. Dhe kjo është popullat. Kemi pacientë që vinë, kemi bërë këtë, a duhet të shqetësohen dhe është gjithmonë një diskutim që nuk ka një mënyrë absolutisht të sigurt për të parandaluar në mënyrë të sigurt diçka. Mjekësia nuk është objektive në këtë pikë. Por statistikisht duke bërë X apo X ekzaminim ndërhyrje ulet probabiliteti. Ky është pak a shumë parimi. E qartë. Dhe doja të pyesë gjithashtu, ndërsa flisim pak më herët, përmendës që burrat, meshkujt janë më shumë pacientë tek ju se sa gratë. Edhe kjo më bëri kurreshtar.
Mbrojtja fiziologjike, gratë, gjinja femër, ka mbrojtjen e saj gjenetike, është pjesa hormonale që deri në një moshë caktuar, deri pas menopauzës, gratë janë nga pjesa kardiovaskulare shumë më të mbrojtura se sa meshkujt. Diferencë që zhduket pas se këndohet zemra një gruaje, por mbi të gjitha, zemra një gruaje. Eksakt. Mbi të gjitha. Por diferencë që zhduket pas moshës, pas menopauzës, pas moshës, pasa kjo mbrojtje bie, po thua. Kjo mbrojtje bie dhe tek pacientët femra pas kësaj moshe probleme kardiovaskulare bëhen fatkeqësisht më të rrezikshme se sa tek meshkujt. Parasysh që nuk i dim, por tek Shoqata Evropiane e Kardiologjisë, që është organizata që studion statistikisht ndjek situatën në gjithë pjesën e Europës, gratë pas menopauzës, faktorët e riskut kardiovaskular pa komplikacionet janë shumë më të mëdha statistikisht se sa tek meshkujt. Vdekshmëria nga infarkti, janë në gjaku më të ngushta, diabeti jep më shumë probleme, pra janë të mbrojtura në moshën e prokreacionit, fertilitetit, por pastaj janë më të ekspozuar, shumë të ekspozuar përgjithsisht. Interesante, domethënë ka një si tip afati, përfiton. Afat skadet, përgjithsisht do të në vitet e mira të tuat bë. Pra, po cilat do të ishin këshillat për ata, se tani edhe më vjen mirë shumë që dëgjova që shqiptarët e besojnë mjekun, e dëgjojnë, shkojnë, edhe nuk isha dyshime sepse te zemra, sidomos, janë vërtet shumë të sensibilizuar në Shqipëri. Unë e kam vënë re këtë gjën. Është diçka që ma ka vrarë veshin. Po për ata që kanë frikë, që nuk duan të shkojnë, që ndjejnë, çfarë këshilla do jepje sa për ta? 3 këshilla, 3 të rëndësishme. Para është që dini të gjithë. Të shkojnë tek mjeku, të takojnë mjekun, pyesin mjekun, por këtë e bëjnë. E dyta është të vlerësojnë pak a shumë mjekun, të vlerësojnë do quhen rekomandime. Çdo thotë, shumë shtete europiane punojnë me ato që quhen protokolle. Ka apo s'ka nevojë të bësh X ndërhyrje, ka apo s'ka nevojë të bësh X ekzaminim. Dhe një mjek duhet të përgjigjet me po, ka nevojë, jo, s'ka nevojë, nuk e di. Pacienti ju rekomandoj ta njohin mjekun e tyre, nëse mjeku i njeh këto protokolle, thosë sipas këtyre protokolleve, në situatën tuaj rekomandohet kjo. Ky mjek e njeh profesionin. Dhe në moment që i besojnë këtij mjeku të mos i ndahen. Kjo është këshilla e tretë. Shikojmë popullor një histori midis mjekut dhe pacientit. Një histori, një bindje. Pasi kemi parë edhe shpesh pacientë që shkojnë tek mjeku dhe nuk janë shumë të sigurt, po shkojnë tek mjeku i dytë, nuk janë shumë i sigurt, shkojnë tek mjeku i tretë. Ta nxjerrin mjekun, ta ndajnë mendjen. Ti binden një mjeku dhe në moment që i bën të vazhdojnë. Problemi ndoshta më i madh është kur pacienti nuk i bindet mjekut, ka idetë veta, ndryshon terapinë, dëgjon kushojën e dytë nga ana e gruas pas gjyshit që ka thënë se shkon se unë të kokra ka pirë atje po se tjera. Pacientët që nuk ndjekin radhën normale dhe pjesë më të madhe kolegëve janë ekstremisht të zotë, në momentin që nuk e ndjekin, kanë idetë e tyre, kanë bindjen që i din të gjitha, më shumë se dikush që ka vite eksperiencë, i bëjnë të vetes. Pra, në moment që i besojnë mjekut, rekomandoj të besojnë, të qëndrojnë me të. Para se ju të vini këtu, kolegu ynë Erion Bukatana këtu më tha ky është doktori, edhe shoku jon i dashur. Po. Kështu që dua të të falenderoj edhe që ke ndërhyrë tek ai edhe është një shumë bashkë, ne si do të buzëqesh, po buzëqesh mbrapa xhamit. Mes nesh edhe buzëqesh të madhe. Është mirë. Shumë mirë. Doktor, në fund doja ta shfrytëzoja këtë me që ju kemi këtu për shëndetin e zemrës. Dua të përmend për ata që na bashkohen vonë në këtë bisedë nga mesi e mbrapa. Jemi duke folur me doktor Aurel Demirajn, kardiolog intervencionist nga Spitali Katolik Zoja e Këshillit Mirë për këtë ndërhyrjet kirurgjikale dhe invazive në zemër edhe metodat e reja. Por shëndeti i zemrës në përgjithësi. Pra gjëra që mund të bëjmë, aq sa kemi në dorë, ju e tha shumë mirë, ca herë s'dihet edhe mund të ndodhë edhe pa shpangshme. Por çfarë mund të bëjë një njeri në moshën time, fjala vjen, në 40 vjeç, në çdo moshë, që të bëjë më të mirën për zemrën e vet. Në çdo moshë. Po të hapi pak arkivat e kinemas shqiptare, kino studio, do shikoni si ka qenë diku në themi vite 60-70, pavarësisht kushteve ekstreme, se si ka qenë rinia në atë kohë. Sasia e indeksi dhe amor në shumë i ulët. Këshilla e parë është logjika, pa logjikisht nuk ka më nevojë në opinionin tim të thuhet të pasarritet në situatë në populacion janë faktorët e rrezikut kardiovaskular. Nuk ka më sens që mjeku t'i pasojë pacientit mos pi duhan, mos bëj jetë sedentare, mos ha kushte ekstreme, mos përdor makinë 24, ndoshta edhe
të dal nga shtëpia për të bler bukë cepi, po marr makinën, mos u ul në kafe gjithkohë. Mund të bëhet gjithmonë pak sport e me radhë. Lëviz pra. Kjo është këshilla. Këshillat janë në fushën tonë janë të thjeshta, nuk kanë ndryshuar, janë shkencërisht të provuara. Jetë aktive, paksimi faktorëve të rrezikut. Jetojmë në një kohë që ushqimi ka ndryshuar, që nga pjesët processed food, hamburger e ngjashëm, ushqimi është me abondancë, të jemi realist me shumë substanca që janë bërë për të mbrojtur ushqimin anti-dëmtim ushqimi që kanë pasoja e tjera. Prezervativ të Le të kthehemi në sa të jetë e mundur, nëse dikush do e gjen kohën. Jetë aktive, sport, paksimi duhani, heqja duhani nëse nuk e din nëse jeni fumator. Nuk po ju pyes se jemi online. Kam qenë, po jam prej 2 vjetësh, kështu që jam një pacient më pak për mua, është e frikshme. Pra, rikthimi brenda mundësisë në atë që është fiziologjia normale e organizmit. Ecuria normale e organizmit. Mos i shtojmë plakjes normale në vite, gjëra të tjera. Ky është qëllimi, ky është objektivi. Dhe kjo është e panegociueshme për çdo. Shumë faleminderit për kohën sot, doktor. Shumë faleminderit.